prokuroria ende nuk e dim as motivet as krysit e veprës, po shpresojmë ashtu që shumë shpejt prokuroria në bashkëpunim duke i ftuar edhe qytetarët që janë bashkëpunues me organet e drejtësisë, ETUESI dhe prokurorisë, që të zbardhet sa më shpejt rasti dhe aktorët e rastit të nxjerrën para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar. Zoti Lazi, sot u raportua që në këtë rast viktima Rështeri Ligat ketë patur një ngjarje gjatë vitit 2021 kur i është djegur një lokal, shumë kush e ndërlidhi këtë, pra në kuadër të këtyre spekulimeve janë spekulimet shumëta që qarkullojnë. A dihet një lloj piste, një lloj trajektore se çfarë ka mundur të ndodhë dhe cilat janë informacionet e fundit që i keni nga prokuroria ose nga organi i policisë? Nga ato që kemi deri më tani në këtë moment, për shkak se unë kam pasur sot një takim qysh në orën 8 me komandantin e policisë, ku i kemi pa edhe deklarata që vijnë nga prokuroria e shtetit, por megjithatë është një rast me të vërtetë ta quaj enigmatik, nga se ende deri më tani nuk kanë asnjë lloj piste të hetimit, për shkak se siç e thashë ndjerë më tash ka qenë një njeri mjaft kooperativ, bashkëpunues dhe nuk dim asnjëherë të rastit që ndoshta të ketë pasur ndonjë konflikt apo zëng me një person apo diçka tjetër në këtë drejtim. Për atë edhe kjo më tepër po e thellon enigmën derisa po shpresojmë që organet e ETUESI-së sa më shpejt të dalin me një qendrim zyrtar duke shpresuar që do të gjenden autorët e krimit. Thanë se janë 2 persona të dyshuar, të paktën informacionet fillestare, a dihet diçka më shumë, kryetar? Jo, përveç asaj që keni ndëgjuar jo, vetëm se dyshohet, në fillim dyshohej se do të ishte vetëm një person ose si rast rast grabi.